Pa nuk është fare penale. S'ka lidhje me këtë penale, por çështja është që me veprimtarinë e saj, struktura e posaçme, prokuroria e posaçme plus gjykat kanë ndërhyrë në një terren që i takon ekzekutivit, legjislativit, po edhe presidentit e Republikës, duke pezulluar nga detyra një zëvendës kryeministër dhe ministër, dhe pyetja që ushtrua për diskutim atyre, po mirë dakord, nëse i çmonit veten të aftë dhe kompetent për të realizuar këtë masë ndaluese. Po te kryeministri, a shkoni dot ishte një nga pyetjet. Po. Ushtrim kushtetues është ky. Dhe në një debat kushtetues, kjo është pyetja themelore. Sepse në atë moment ti do të bësh vlerësimin, shiko se ku po ndërhyn, ku po shkon. Apo sillesh ti si prokurorie e posaçme, dhe unë besoj që po, sikur ke marrë rolin e forcës politike që ka fituar zgjedhjet, duke diktuar kush është zëvendës kryeministri, kush është ministri dhe kush nesër mund të jetë kryeministri. Këtu vetë pak, përveç se ka ndërhyrë në domenin e legjislativit edhe të ekzekutivit, ka ndërhyrë, ka dalë për te dhe rolit që i takon me kushtetut. Kështu që kjo është logjika ime të pak. Kështu që këto ushtrime kushtetuese në natyrë të këtyre lloj gjykimeve janë normale që bëhen si pyetje dhe do duhet merrnin përgjigje. Ndërkohë që prokuroria e posaçme ngeli thjesht në terrenin kemi rrezik për prishjen e provave e të tjerë. Atëherë kundër përgjigjja ime do të ishte nëse të isha në sallë. Po përse ju nuk vendosët ti kërkonit kuvendit e pas gjykatës, këtë masë që kërkuat pasi gjykata kushtetuese vendosi pezullimin e pezullimit. Me që kishte kaq rrezik evident. Dhe e tjera pyetje. Por duket qartësisht, apo pse kjo masë e kësaj natyre, pezullimit e një ministri, nuk është marrë që nga 2012 dhe në 2026. Mund të marrë të tregoj njëri? Sepse nuk mundet të merresh. Pezullimin e një antarit të Këshillit Ministrave nuk mund ta bëj. Ne interpretimin e nenit 103 të kushtetutës e kemi bërë në vitin 2000 me një vendim gjykatës kushtetuese. Pra të çfarë mbrojtje ka gëzon ministri. Dhe gjykata kushtetuese në atë periudhë, domethënë 2 vjet pas piratimit të kushtetues, e ka interpretuar që sa i takon substancës, mbrojtja që ofron kushtetuta ministrit, pra imuniteti, për nga ajda substanciale, përmajtësore, është e njëjtë me atë të deputetit. Bile, nëse do të hyjmë studimit krahasuar, unë i kam hyrë për vete, që nga 91 deri në 2022. Po, ma këtë që është i vetmi ne që s'ka ndryshuar. Po, janë 2 nene që s'ka ndryshuar. Tu që, kur ky interpretim në 103 kushtetuese është bërë, por duhet theksuar të se tash ka dhe një detyrë shtesë për gjykatën kushtetuese. Është i bërë në momentin kur edhe neni 77 që përcakton imunitetin e deputetit, nuk kishte ndryshuar, sot ka ndryshuar dhe ai, unë mendoj se do duhet të ribër nga gjykata kushtetuese në dritën e ndryshimeve vitit 2012 i dashurtimi, i cili kuvendi lejoi të procedohet penalisht deputeti, por ndaj tij mos merret masa as arresti dhe as kontrolli personal apo i banesës, pa marrë para autorizimit. Po ndërkohë, dispozitat e kodit të procedurës penale kanë vijuar të jenë të njëjta që nga 95-a. Moment ky, kur kanë qenë dispozitat kryesore kushtetuese dhe ku ministri nuk mund të ndiqej penalisht pa miratimin e kuvendit. Autorizimin. Çfarë do të thotë kjo? Që në atë moment kur është hartuar dispozita e kodit të procedurës penale, nuk ishte për qëllim që të pezullohej një ministër, por zëvendës ministri e poshtë. E tjere interpretime kushtetuese këto që do duhet të marrin shterim në disa pyetje nga gjykata kushtetuese. Ndaj unë kam pasur këtë vlerësim dhe nuk habitem as nga kundërshtimet e këtij vlerësimi, sepse juristët tu ndahen, sepse, por, si duhet nda? A duhet ndarë me një gjyrim politik, kur jep një vlerësim tënd si jurist, apo do ta ndash? Sepse unë e di shumë mirë që shumë prej njerëzve sot, këtu flitet për domen kushtetues, automatikisht në anën krahun tjetër, po jo se ka të thëna shumë të mëdha, ora nuk jemi domen penal fare. Jemi në një kërkim të natyrës kushtetuese, mosmarrëveshje, konflikt kompetenca, interpretim norme. Pse ndodhi kjo thua dje? Po ndodh sepse jo, po flas pse ndodhi kjo qasje e Spakut dje, e prokurorit. Pa aftësia për të hyrë në domenin kushtetues? Jo, nuk e them pa aftësi. Jo, po të pyes unë, pra, a do duhet që gjithë prokurorët të jenë edhe ekspert edhe vendimin për të përgjykuar po kanë ata ekspertizë. Unë nuk e them se nuk e kanë. Edhe gjyqtari që ka dhënë vendimin e masës ka ekspertizë dhe njohuri të thelluara, sepse kur i studion vendimet e tyre, jo të këtij rasti, por në raste të tjera, ata ta elaborojnë shumë qartë çka thënë Gjykata Evropiane e Njerëzit, çka thënë Gjykata Kushtetuese, çka thonë dhe vlerësojnë ata vetë. Dhe i ndërthurin vendimarrjet e tyre. Kështu që nuk besoj që nuk ka qenë në optikën. Por, duke qenë një terren i pashkelur, pezullimi i ministri, kjo ka qenë jurisprudenca e krijuar deri më tani. Por unë mendoj se u ka përcyer.
u ka përcye një kufi i cili duket se është i brisht, ndoshta në vlerësimin tim gjithmonë, se gjykata do ketë vlerësimin e vet dhe palët kanë qëndrimin e tyre. Në vlerësimin tim pas ndryshimeve të kushtetutës vitit 2012, u krijua ndoshta një ometim legjislativ, ndoshta një boshllëk ligjor të Kodit Procedurës Penale në krahasim me normën kushtetuese, por kjo nuk do të thotë automatikisht që ty të është dhënë drejtë të pezullosh ministrin. Po, e kuptoj. Ndaj, gjykata kushtetuese në këtë drejtim ka elaboruar disa herë, ku thotë që mos harmonizimi i normave, biles ligjeve në vetvete, që sjell si pasojë shtërmërimin e parimeve apo mos respektimin e drejtave është tamam natyrë antikushtetueshmërie, por ky mos harmonizimi i normës, ngelur në fuqi, në ndryshimin kushtetues, bie në kundërshtim me vetë kushtetutën, atëherë këtu jemi në një situatë antikushtetueshmërie që duhet zgjedhur dhe duhet marrë përgjigje përfundimtare me vendim të qartë të gjykatës kushtetuese. Kjo është paktën pritshmëria ime si jurist dhe bindja ime në drejt kësaj natyre. Sepse pushtetet janë të ndara, legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Dhe gjyqësori tash, shiko, unë kam thënë edhe një herë, të çohet Këshilli i Ministrave në një moment caktuar, duke vërejtur shkelje të rënda të drejtuesit prokurorisë posaçme, po them drejtuesit dhe jo prokurorit, dhe të nxjerrë një akt normativ me fuqinë e ligjit pezullohet nga detyra drejtuesit prokurorisë posaçme. Është mirë kjo, pranohet. Drejtuesi, jo prokurori, se prokurori po drejtuesin si funksion administrativ, si funksion udhëheqës. Ne pezullojmë. Okej. Do veç pak në kushtetuese, po do vej patjetër, se s'ka ku shkon. Ama, Bleti ishte kritik edhe me Këshillin e Ministrave. Flas gjithmonë në diskursin kushtetues, kritik. Do doja një mbrojtje më vitale, sepse domeni portfolio. Pra ti thua që nuk ishin të gjitha palët. Ja më ndoshta sa kam ndjekur unë, se unë kam ndjekur gjithsej, po themi 15 minuta, çka kam ndjekur në portal. Dhe në qoftë se rëndoj pa të drejtë, ndonjë nga përfaqësuesit e Këshillit Ministra, u kërkoj ndjes çuna dhe goca që i njoh që janë perfekt nga ana profesionale. Po më duk sikur nuk ishte vitale, nuk shiko. Pra nuk ishte përfaqësimi i denj për atë çështje që është. Nuk po them që ne avokatët, qoftë përfaqësuesit e organeve përpara trupës gjyqësore aktrojnë, po edhe emocioni që përcjell përfaqësuesi do të jetë asaj natyre që ta tërheq trupën gjyqësore në vëmendjen e saj, në vëmendjen e tij. Pra unë çfarë qëllimi kam si avokat? Të ndikoj në mënyrë të drejtë trupa gjyqësore, për të tërhequr vëmendjen e tyre drejt një fakti që vlen për çështjen. Jo të lexoj, që trupa gjyqësore të fillojë të shikojë telefonin pastaj. Kjo nuk ndodh në gjykatën kushtetuese, se koha është e shkurtër, por në gjykimet e tjera ndodh. Atëherë këtë rol më duk sikur nuk u përmbush 100%, po se 80% u përmbush. Pra domethënë nuk ishin të palët në lartësinë e duhur. Jo, në atë emocionin ndërveprus. Çdo duhet ishte për një çështje e tillë thua. Po çështje shumë e rëndësishme. Kjo pas shkarkimit të presidentit vjen nga çështjet më të rëndësishme. Bile e ka përcen. E ka përcen? Po, e ka përcen sepse do të thotë si do të veproj. Se ndoshta do të tregosh modest për këtë gjë se nga të çështje që qenë vetë. Ta them sinqerisht, si do të veproj, si do të ndahen kufit midis dy pushteteve kryesore, spaku të ri, do më thënë që është një institucion i ri, Këshillit Ministrave e Kuvendit Shqipërisë në drejtim të kësaj. Nëse Kuvendi i Shqipërisë nuk do vendos më pas të rregullojë normën kushtetuese apo të plotësoj normën e Kodit Procedurës Penale, që unë e çmoj me vend në rastin konkret. Ndërkohë, Blet, faleminderit shumë, do presim vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili se dukemi po bëjmë avokatinë e Këshillit Ministrave apo të kryeministrit. Po, patjetër, edhe kryeministria ka bërë pjesa e vet, nuk ka bërë një mbrojtje dinjitoze. Jo, nuk e thash këtë. E them unë. Nuk ka qenë vitale në shprehjen e asaj gjë që duhet të thuash ditën e djeshme. Për aq sa unë kam ndjekur, e kuptoj, padyshim. Kur mund të ketë një vendim? Unë besoj që, jo besoj, po duhet se s'bën brenda 30 ditë nga momenti i djeshëm të jepet një vendim. Kështë parashikuar ligji? Është parashikuar në rregulloren e gjykatës dhe në ligjin për gjykatën kushtetuese, por ajo që është më e rëndësishmja është unë do doja që gjykata kushtetuese të vijonte shqyrtimin në dhomën e këshillimit në vendimarrje, në diskutimin e vendimarrjes. Pse? Për të mos krijuar tashmë një konflikt tjetër në Kuvendin e Shqipërisë, ne presim që prokuroria e posaçme të dëgjohet. 28 po. Të dëgjohet për kërkesën e saj. Po çfarë ndodh? Kërkesa që është bërë nga prokuroria e posaçme është bërë në datën 16 dhjetor. Dhe vjen fiks 4 ditë, se ishte e premte kur edhe gjykata apo e njëjte, kushtetuese që vendosi pezullimin e pezullimit, dhe me njëherë spak nën emocione, dhe unë nuk të doja ta bënte këtë, por si duket ka rrëshqitur dhe i ka dhënë terren Këshillit Ministrave të drejtim, bëri kërkesë në kuvend për të marrë autorizimin. Por nuk e ka bërë një kërkesë individuale të veçantë veçuar, po ka thënë zvendësimin e dy masave të tjera
Po. Ndalim daljes së shtetit, pezullim kandidatura me këtë më të rëndën, sepse kemi parë tendencë për prishje provash. Çka do të thotë? Si mund të shqyrtohet kjo kërkesë në kuvend nëse gjykata nuk jep versionin e saj për këtë masë që është. E kuptoj. Ndaj është e lidhur. E kuptoj. Dhe për të mos krijuar këtë lloj përplasje politike në kuvend, llafe muhabet kot, që do thonë jo pengon ky atë, jo nuk shqyrtohet, do duhet që gjykata kushtetuese të tregoj pak zhdërvjellësi në shqyrtimin e kësaj kërkese, mos ta nën në limitet e fundit të kreditorit. Kemi një... Ta ketë prioritet. Ta ketë prioritet, patjetër. Ndërkohë, Ble, dua ndalim pak në dy zhvillime tjera të gjykatës kushtetuese.